Jemi në të takim të drejt për drejt me kontratën, sonte më nënshkruan romancierja dhe shkrimtarja Zonja Flutura Açka. Zonja Açka, i rikthehem Virginia Woolf, që kam referencën e sot me autoren tuaj të preferuar, kur thotë e di se sa e vështirë është të të kyçin brenda, po se sa e vështirë është dhe pa këndshme kur të lënë jashtë. Dhe merrti në mendje kur lexova këtë frazë, momenti që po më shpjegonit pak më parë, studimeve në fakultet, ju e shpjeguat, unë ndjete detyruar, gati e burgosur për të bërë diçka të cilën nuk e dëshironit. Po ja që vitet e fakultetit kalojnë, ju lini mbresa të mira, por keni lënë dhe disa mbresa që disa njerëz i kanë lënë disi skeptik. Le të themi që kanë lënë pas zgjidhur disa llogari nëse do flisja me gjuhën e ekonomistës. Ndiqeni pak? Me Fluturën kemi një miqësi 30 vjeçare, e cila holli rraj në vitin 1984, kur ne filluam pranë Universitetit të Tiranës, Fakultetin e Ekonomisë. Grupi jonë përbëhej nga studentë që vishin që nga Tropoja e deri në Sarandë, por miqësia me Fluturën ishte miqësia që u lidh shumë më shpejt se sa me të tjerët, për arsye sepse Flutura kishte disa veti që na bëri për vete, siç ishin thjeshtësia, sinqeriteti, dashamirësia, komunikimi. Dhe kështu ne u lidhëm ngushtë njëra me tjetrën. Flutura për herë të parë shkroi në gazetën Studenti, që qarkullonte në atë kohë, dhe shkrimi i saj ishte për 7 marsin, për ditën e mësuesit. Mbasi u botua shkrimi, një nga pedagogët që po zhvilloshim leksione duke bërë apelin, kur arriti te emri i Fluturës i tha: "Flutura, mos je ti ajo që ke shkruar te gazeta Studenti shkrimin për 7 marsin, ditën e mësuesit?" Flutura e pohoi dhe pedagogu me njëherë ju drejtua: "Po ç'neti ç'lidhje ke ti me ekonominë dhe me fakultetin ekonomik? Kur ti me këtë talent, sepse shkrimi ishte shumë i bukur, mund të shkoshe shumë mirë për të studiuar për letërsi." Dhe kjo ishte Flutura Açka. Unë e përshëndes me shumë forcë, i uroj gjithë të mirat në jetë, ne kemi qenë dhe jemi gjithmonë pra njëra tjetrës, dhe të njohësh Fluturën ishte fat, por të kesh miqësi me të është një privilegj. Përshëndetje Flutura, na kena sot një detyrë, një detyrim dhe një kënaqësi shumë të madhe. Flasim për ty, për shoqen aq të mirë, që gjetëm kur na erdhëm nga Shkodra. Flutura shkruante, dhe shkruante shumë bukur, shkruante poezi, shkruante prozë. Dhe kush ishin kritiket e saj të para? Kritiket e saj të para ishim ne. Mund t'ju lexoj një pjesë të shkurt të një bloku kujtimesh, Kujtimet e rinisë, ku Flutura shkruante poezi. Ky libër është plot me poezitë e saj. Tash unë po e lexoj këtë pjesë ku ajo na dedikohet ne, shoqet nga Shkodra. Ti plumb t'i krahë shkruar, gati je në fluturim. Merr mi mua dy rrallë shkruar, larg çoji si kujtim. Në të pyesin në përqiell, rejt e bardha si dëbora, thuaj fshehur kam si diell si mesazh malli nga Shkodra. O plumb t'i krahë shkruar, po të pres këtu tek jam, nëse shoqet ke takuar, ndal një çast në Elbasan. Flutura, të puthi fort dhe të përshëndes dhe të uroj gjithë mirat në jetë. Brilanta dhe Merita, dy shoqet e fakultetit, të cilët më njëherë sapo i kemi telefonuar, na ka thënë për Fluturën, njëra punon bashki dhe tjetra është pedagoge. Unë nuk dua Flutura fare të flasësh. Sepse kësaj radhe flasin të gjithë për ty. Nuk e pse fletin për të tjerët. Një gjë të vogël. Nga shërria gjithë kohën me shkodranet, të ishin 4-5 shkodrane, po unë më shumë sigurisht kam shkuar me Brilantën dhe me Meritën, dhe më thoshin djemt shkodran. Që e shkodrane e dim, po çfarë shkodrane tje? Dhe unë dëshimin tim parë, kur kam njohur për herë të parë, kam patur që ti je shkodrane. Kanë mbetur droncat e kësaj miqësie të fortë, kanë mbetur në artikulim. Me po Flutura, shumë vajza, mike, e ka ruajtur miqësinë, edhe në kohë të mira, edhe në kohë të këqija, po është një vajzë që ti e ke shumë pikë dobët. Aq pikë dobët e ke, se ti thua që ajo është gjysma ime. Se ti bashkë me atë jeni njëtër. Tani, këto janë fjalë shkrimtare, mund të sjellësh mendjen rrotull sa të duash me artikulime. Ne duam prova. Është apo jo? Kjo vajzë gjysma tjetër e Flutura Açkës. Na vjen në ndim pyetësori historik, i cili ka bërë histori, por që përdoret shumë tashmë. Bernard Pivot e ka shndruar edhe në Apostrof, programin e njohur,
në pyetësorin e përhershëm për vite me radhë, ku ja bën të ftuarve të tij. Vanity Fair, revista prestigjioze, e ka shndruar dhe në formë interaktive për të njohur personalitetin e të ftuarve, kryesisht artistë. Unë kam vendosur, së bashku me Andeta Radin, bashkëautore e programit, të bëjmë pyetësorin e Prustit për fluturën. Nisim me fluturën, do ta marrë vesh se për kë bëhet fjalë. Dua të përgjigjeni me një fjalë të vetme, pra sa më shkurt. Ndjes. Cila është prona që ruani më shumë? Tani janë lule të thara. Lulet e thara. Dhe gjysma e fluturaçkës, çfarë thot? Gjysma tjetër? Pronat për mua nuk ka rëndësi. Prona më e shtrenjtë është familja ime. Ndalojmë vetëm një çast. Ta themi tani apo ta themi në fund Andeta për publikun? I besoj intuitës tënde. Cili është i pari që urreni më shumë tek vetja fluturaçka? Te vetja. Shkujdesi. Janë femër e shkujdesur. E tha dhe Monika, e tha dhe Monika. Gjysma e fluturaçkës, gjysma e saj. Çfarë thot? Nxitoj shumë. Cili është i pari që urren më shumë? Cili është i pari që urreni më shumë tek të tjerët? Pabesi. Dhe cili është i pari që urren më shumë tek të tjerët, gjysma e fluturaçkës? Kur më bëjnë lajka. Kur dhe ku keni qenë më i lumtur? Ka qenë maj. 15 vite më parë. Ka qenë pranverë. Po gjysma e fluturaçkës, kur dhe ku ka qenë më i lumtur? Kur jam bërë mama për herë të parë. Cili është udhëtimi juaj i preferuar flutur? Tani është në Holland. Gjysma e fluturës, cili është udhëtimi yt i preferuar? Udhëtimi në Venecia. Çfarë konsideroni si virtytin më të mbivlerësuar? Krenarin. Dhe gjysma e fluturës, kë konsideron si virtytin më të mbivlerësuar? Kur thonë që kjo është një grua për shtëpi. Çfarë cilësi admironi më shumë tek një burr fluturaçka? Tjeti shëmtuar si burr. Më pëlqen. S'ka gjë më të shëmtuar se një burr kur është i bukur. Dhe gjysma e fluturaçkës, si përgjigjet, çfarë cilësi admironi më shumë tek një burr? Sinqeriteti. Çfarë vlerësoni më shumë tek miqtë tuaj flutura? Të jenë transparent, të më shohin në sy. Gjysma e fluturës, çfarë vlerësoni më shumë tek miqtë tuaj? Që nuk janë shumë kurioz. Si do t'i pëlqente të vdisnit, ose oksimorone në gjanë, edhe pëlqente të vdisnit? Po. Prust, nuk është ai. Po. Dikur e kam thënë, e kam përgjigja ka qenë, po, të kisha motrën afër. Kisha motrën? Afër. Dhe gjysma e fluturës, si do të pëlqente të vdiste? Në shtëpinë time. Nëse do të mund të zgjidhit një objekt për të rikthyer në jetë, çfarë do të preferoni të ishit? Libër. Gjysma e fluturës, çfarë objekti do doje të riktheshe? Një lis i vjetër. Dhe cilat janë fjalët apo një moto e cila ka më shumë kuptim për ju? Për mua është unë jam ajo çfarë bëj. Unë jam ajo çfarë bëj. Gjysma e fluturës, cila është moto jote? Të jetoj jetën time pa limite. Ishin këto pyetjet në pyetësorin e Prustit. Përballë fluturaçka dhe gjysma e saj, nëse është më mirë apo jo, do të ma thotë Elisabeta, motra e vetme e fluturaçkës. Faleminderit. Përgjigjet na i ka sjell me email, është treguar e sakt, Sonila unë do t'i kthej përgjigjet, jo me zë, por ka dashur të vi me qenë se lulja e nisët me lulen, tulipanët i keni nga Elisabeta. Është shumë e çuditshme dhe imagjinoni lidhja e pashpjegueshme mes motrash. Po ju kujtoj edhe një herë, dhe kur të shihni ritransmetimin do ta besoni. Pyetja e parë që bëra fluturaçkës është, cila është prona që ruani më shumë? Dhe tha lulet. Motra në telefon, pa ditur përgjigjet e fluturës, më tha, Sonila, dua që në studio t'i çosh një tufë me lule tulipan, sepse është prona që ajo ruan më shumë. Motra! O, ku ka si motra? Jam shumë e lumtur për motrën, sinqerisht. Dhe të besoj? Jam shumë e lumtur. Unë kam dy vëllezër të mrekullueshëm. Kam prindër të mrekullueshëm.
por fati im më i madh ka qenë që ka qenë ajo motrë. Dhe motrat e soni Vjen këto... keq që ka qenë larg, është larg. të paktën 15 vitet e fundit, 16 vitet e fundit ne jemi larg, po sigurisht jemi afër për ditë. Është kaq e mirë, është pafundësisht e mirë. Unë s'jam asgjë përpara saj. O, çfarë dashurie motra. O, që më ka marrë malli dhe për motrën time, dhe unë e kam larg. Andita Radi me fat që e ke motrën këtu. Je shumë e fat. Ç'ti bëjmë? Dakor. Çaj fluturashka. Çaj kur qenë një shkrimtar, nuk e di se si më duhet. Se më duhet sikur i ndrydh ndjenjat për jashtë, i mban atë drynin e brenda vetes, por dua të të fus në një trekëndësh. Lindja, dashuria, vdekja. Po. Dy ekstremet, lindjen dhe vdekjen, vetë ju e keni thënë. Po i kemi në dorë. Nuk i kemi në dorë. Nuk e janë zona që... Kemi në dorë. Janë shtylla ku nuk ka ca vjerë. Nuk i pushtojmë dot. Janë tokë të zanun. Por dashurin mund ta pushtojmë. Apo ja. Atë e kemi në dorë. Dhe territori që ka pushtuar Fluturachka është ky. Richard, bashkëshorti i Fluturës. Dashuria e madhe e jetës së me këtë foto. Pse? Pse hyn në privacy? Pse hyn në në privacy? Privacy, reklama që i kemi bërë kanoqeve? Apo, se nuk e kuptoj. Apo gjelbërimi rrodhës? Ja, kjo është tamam simbolika. Në ndos në njëherë, Sonila jemi në të dielave zakonisht, të shtunave zakonisht, kur Richardi është në shtëpi. Dhe harroj me orë të tëra se cili të kompjuteri ose të libri ti. Zakonisht të dielave, unë ja kushtoj leximin dhe shtriqem në kanape, marr librin tim, me orë të tëra. Vetëm kujtoj një moment, kanë kaluar 5 orë, se cili në botën e ti. Thot, can I offer you something? A mund të të ofroj diçka? Një gjë të ftohtë, një gjë të freskët? Ja kështu. Se thot holandisht, a mund të të ofroj diçka? Se di mirë. Richard është holandez. Ka një pozicion shumë të mirë shef i departamentit në Institutin e Studimeve Sociale dhe Kulturore të Hollandës. Fluturachka, ka ditur ku ka gjuajtur? Kur lindi kjo dashuri? Atëherë kur e kam takuar nuk ishte. Nuk ishte me temër tim kaq të gjatë. Jo. Çfarë viti jeni takuar? Atëherë ne jemi takuar në vitin 94 për të parë. Anglishtja ime Sonila ishte thjesht gishta. Do thotë që unë nuk komunikoja dot me këtë burr. Megjithatë ishte një gjuhë komunikimi tjetër e çuditshme, që është ajo kimia e famshme që lidh njerëzit. Dhe se di. Lindi shpejt si ndjenjë? Nuk them se lindi aty për aty, ja, thash, kam humbur 4 vite dhe ndonjëherë më kujton Richardi thotë, po pse kaq vonë? Se në fakt në vitin 98 jemi lidhur. Kështu që ka kaluar 4 vite. 4 vite të nisjes së një bashkëjetese me një të huaj, kulturë tjetër, mentalitet tjetër, kujt është dashur të toleroj për ta mbajtur të shëndetshme këtë bashkëjetesë? Po jo, ka ndihmuar shumë virusi i tij. Ai ka një virus shqiptar. Kjo e ka ndihmuar shumë marrëdhënien tonë. Ç'të thotë? Ai ka qenë i dashuruar me Shqipërinë përpara se ta takoja unë. Dhe kjo ishte, të thosha, ishte terreni kur mund të bëja ski lejt. Mund të bëja ski lejt. Richard ka qenë në vitin 73 për të parë në Shqipëri. Atë vit hyrin duket nga hani i hotit dhe ja pren gjinset e cowboy dhe ja qetën flokët, po. Ka me këto grupet kurioze që vinin të ky fanari ndriçues si botës. Buzët vetikut? Po, për ta parë. Dhe sigurisht hotel, autobus, as kanë takuar askën, as sa keq, thotë, ndoshta ajo vajza e vogël në Elbasan, rrugëve të Elbasanit, mund të ishte diku dhe mund të ikim bërë me dorë, por nuk e dija që ajo vajza e vogël do të ishte një ditë glejme. Flutura, kam një kureshti, mund gjë naive, ta cilësojnë si të duan. Shkrimtarët, dashurojnë një lloj si ne njerëzit që nuk kemi shkrimtar apo kanë një formë tjetër? Një lloj. Dashuria është një lloj. Një lloj. Dashuria është një lloj. Ne vetëm i bëjmë më shumë lulka, kam përshtypje. Më shumë lulka dhe më shumë lulka. Nga këto lulkat dhe xixat që dilnin sa herë që takoheshin dy trupa, i një shqiptare dhe një hollandezi, vjen në jetë Jerini. Jerini sot është 15 vjeç, djali juaj vetëm. Sapo ka mbushur 14. Jeton në Holland, si është raporti midis jush? Ka jetuar në Shqipëri. Jerini është shqiptar, Jerin është shqiptar. Ka jetuar 11 vite në Shqipëri. Flet shqipe, besoj bukur. Në syrin tim flet sigurisht ka humbur, humbet pak shqip, por flet shqip, me mua komunikon çdo ditë shqip. Do thot, kur ishte në Shqipëri, ndjej i huaj.
Tani që është në Holland, e do shumë Shqipërinë. Çfarë është kjo muzikë, Andeta? Kjo është kënga Që? me cilën e kam rritur. Kënga e parë që ka dëgjuar. Kënga e parë që ka dëgjuar Jeri. Dhe ka qenë, që ishte i vogël, i pëlqente shumë të këngë. Edhe nuk arrit të thoshte prapë, se nuk artikulonte, më thoshte pap. Dhe unë këndoja 10 herë. Kurse amari si me thotë, që mëri aj shumë, shishtu shumë. Uroj mos ta mësoj kur fjalën trishtim. Jerini është student në studion në Utrecht. Është në klasën e 9. Në klasën e 9. Edhe Jerini ne telefonuam, po ç'ti bëjmë afeksionet e fluturës janë të gjitha larg. Është shumë i turpshëm. Është i turpshëm dhe është shumë e çuditshme, po Flutur ti ke patur një shqetësim, i cili lidhet me globalizmin. Me faktin se si ai arrin të rrëmbej disa elementë që janë bazik, që na bëjnë, që na mbajnë, janë rrënjët tona. Duke filluar nga gjua. E duke keni frikë që brezat cilët rriten midis emigracionit apo distancës, largësisë me vendin e tyre, mund të humbasin dhe të përhumben. Një frikë e cila nuk mund gjanë e justifikuar, sepse Jerini ka dashur të të përshëndes kështu. Kaluar shumë ditë që nuk të kam takuar për shkak të këtyre kufive midis nesh. Mezi më kujtohet fëmiria, por aman mund të risjellë se si ti më këndoje qingji i vogël, ndërkohë që unë isha duke përpjekur të flija. Se si ti më çoje në shkollë çdo ditë, për shkak të këtyre kujtimeve unë dua të të falenderoj nga zemra që më bëre njeriu që jam. Dua të falenderoj për ato orë të pafundme që dilje me mua nëpër rrugët e Tiranës, për faktin që kam vizituar çdo qoshe të Shqipërisë dhe që më ke lejuar të dal jashtë nëpër botë që unë mund të kërkoj jetën time. Për këto dhe më shumë dua të them, të dua shumë mam. Shqipe, dhe më kërkoj falje, më tha Sonila të lutem se kam 4 vjetë pa ardhur, Shqipja ime është Shqipe, mos e kia të droj, nuk ka rin do të globalizmit hynë në... Ndonjëherë e kuptoj që i kam bërë dëm me pranin time të përditshme, 11 vite, sepse e kam takuar, e kam takuar vetëm me njerëz të rritur. Kështu që djalin, sigurisht, e ruajta që të mbetej fëmijë, pavarësisht se ishte rrethuar vetëm nga të rritur, u përpoqja ta mbaja fëmijë. Dhe më vjen mirë që ka mbetur fëmijë të paktën. Është 14, po në fakt mendon si 14, pavarësisht se lexon shumë, prapë është 14 vjeçar dhe më nuk i diet etapat. Ajo që nuk ndodhi me mua. Unë rrita shumë shpejt. Dhe them fëmijëria ime ka qenë shumë e nxituar. Zakonisht vitet e para tjetës janë të nxituara. Thuaj se ke humbur një pjesë të fëmijërisë. Them se po. Dikush mund të mendojë që ky peng i Fluturës është kompensuar me këtë djalë si drita. Por mendoj që Flutura ka edhe një peng tjetër. Që nuk ka një vajzë. Përpiqem të imagjinoj Flutura shkrimtare, çfarë dialogjesh mund bënte tani për shembull me vajzën e saj. E pse ta imagjinoj? Le ta provoj. Francesca! Eja Francesca! Mirëse. Të prezentoj Fluturën. Flutura mi jep lulet mua. Mi jep lulet. Francesca ullu. Le të themi që për minutat në vijim, Francesca është vajza 10 vjeçare e një mami si Flutura. Francesca, je e lirë të vjesh. Të shtoj një moment? Patjetër. I them një herë, djali e kërkoj në mënyrë të vazhdueshme, qoftë motër, qoftë vëlla. Po unë me atë nxitimin tim s'kisha kohë të bëhesha nën për së dyti. Edhe i them një, po mirë moj, them, unë ti do vëlla, po sikur të dali motër, mirë thot, vetëm me një kusht mos jetë slastic. Francesca gjithçka ka, vetëm llastic nuk është. Francesca, i dim rregullat, çdo përgjigje ka 30 sekonda kohë, kemi vetëm 5 minuta në dispozicion. Gongu na ndihmon të ruajmë rregullat. I jepi Francesca. Atëherë, unë kisha disa pyetje mbi gjinin time në thonjza, mbi vajzat. Ndaj, domethënë se pyetjet e mia nuk janë vetëm në temën e filozofisë, janë në çfarë do lloj teme. Dhe erdha këtu për temën e letërsisë, duke qenë se ju jeni një poete.
Besoj se ju jeni personi I përshtatshëm për këto Unë do përgjigjem shkurt apo gjatë? Shkurt. 30 sekonda 30 sekonda keni kohë. për çdo pyetje. Okej. Fillojmë. Pyetja e parë. Si mund të shpjegohet thënia kineze, vajza e një nëne të mirë do të bëhet nëna e një vajze të mirë? Vajza e një nëne të mirë Do bëhet nëna e një vajze e një vajze të mirë. Unë do të përgjigjem me një shprehje popullore për ta kthyer paksa edhe për ta thyer pak. Janë vajza shumë të mira, po si dalin nuse kaq të këqija? Do të thënë, thelbin e kuptuan. Flasim Francesca pas 10 vjetësh bashkë, mos ke marrë. Pyetja e dytë. Kur mamat e sotme punojnë shumë dhe nuk kanë kohë të bëjnë 2 a 3 fëmijë, është më mirë që fëmia I vetëm të jetë djalë apo vajzë? Edhe të argument për shembull djalë sepse 1 2 3 4, vajzë është 1 2 3 4. Unë nuk e ndroj. Djalë. Që ta kemi vajzë. Ndërsa për mendimin tim nuk ka rëndësi se si është ai fëmijë, ka rëndësi që të t'japi gëzim në jetë dhe t'jetë ajo fruti I. Po çaj gëzimoj ti e mrekulli. Gëzim kat. Është mrekulli. Im shoq Solila dëshironte që të ishte vajzë. Dhe I thash, po pse dëshiron? Unë kisha të fiksuar që kisha djalë. E dija që kisha djalë. Nuk e di pse dhe nuk u habita fare kur mamia më tha që është djalë. Po unë e dija. Ndërsa im shoqja thoshte, "Dua vajzë që të kesh një shoqe." Që të kesh shoqe, të kesh një shoqe. Po në fakt, djali është një shok shumë I mirë. Pyetja e dytë. Cila do të ishte për ju gjëja më e rëndësishme për të cilën vajza juaj nuk duhet t'ju ngjante, nëse të kishte një vajzë? Të mos ishte shumë e ndjeshme. Mos ishte shumë e Të vuante ndjeshme. më pak. Të ishte më fort në Po, karakter. mos isha aq e ndjeshme sa që jam unë. Okej. S'më ka bërë mirë ndonjëherë. Pyetja e katërt. Pse vajzat duan më shumë babain? Për këtë pyetje nuk është se jam dakord, pasi vajzat nuk është e thënë që duan të gjitha babain, janë disa vajza që duan më shumë mamat, domethënë nuk është e thënë që vajzat duan më shumë babain. Unë dëgjoj më shumë mama, por dua më shumë babain. Po Francesca? Po, unë tani di vetëm disa gjëra mbi prindrit e mi, ata të dy më kanë krijuar, më kanë bërë, më kanë rritur, unë I dua të dy njësoj, të dy kanë dhënë pjesën e tyre për rritjen time, kaq, këto ishin fjalët e mia. Po çfarë kaq? Ku ka fjalë? Po tani, mirë, sepse dëgjoj shumë shpesh të dua më shumë babain, po pse për babain kjo dashuri e veçantë? Domethënë, se Po kishte kuptoj. leksion shumë I gjatë. Kur të lexosh Freudin do ta kuptosh. Të presim edhe 10 vjet të tjera. Kur më shihni mua, ose edhe një vajzë tjetër, Ju. si mund të plotësoni fjalin, kur isha unë në moshën tënde, po në një bisedë me nënën tuaj, si do t'je plotësoni fjalin, kur të bëjmë në moshën tënde? Po, këtë ja them mamas. Kur të bëhem në moshën tënde? Kush e di ç'do jenë deri Jo. Kam përshtypjen se do të jem pak më tolerante. Pak! Pse vajzat flenë zakonisht me çorape, ndërsa djemtë jo. Unë nuk besoj se vajzat flenë me çorape, kështu që Ka patur raste që gratë flenë edhe me çorape. Por, nuk besoj se vajza flenë me çorape. Nuk duhet të mësohen të flenë me çorape. jo, ndoshta sepse disa vajze kanë pasur gjithmonë këmbët e ftohta. Disa vajza. Disa. Unë hyjem dhe këtu. Unë gjithmonë I kam këmbët e ftohta, gjithmonë. Fle me çorapet. Jo. Okej. Po me kam siklet kur I kam këmbët e ftohta dhe duhet diçka që të më ngroh. Po nuk pranoj të Nuk rin dot ata pa këmbët tona, që të ngrojnë, të ndjejnë se çfarë është vërtet fuqia, energjia e një gruaje. Nuk rin dot ata. Pa na patur pranë. Mos e haro Francesca. A është vërtet që vajzat janë plot sekrete? Dhe shumë mirë që janë me sekrete. Vajzat gjithmonë duhet të mbajnë sekrete. Ke sekrete, Francesca? Sekretet janë sekrete? Më fal. Ishte pyetje pa takt nga ne. Retorike.
Se duan shumë vajzat të martohen me burra të pasur. Po, sepse paraja është dhe komoditet, Francesca. Po, por paraja nuk është lumturi. Nuk është lumturi, është edhe tek. Unë besoj se në jetën bashkëtorë nuk duhet të interesoj më shumë paraja apo kushtet e jetës, të thënë. Dihet që interesojnë, por nuk vinë para lumturisë dhe dashurisë që... Po sigur t'i kesh të dyja. Ka dhe rast të tretë, është dhe një rast i tretë, kur mund t'i kesh të dyja. Por i ke të dyja, Gjerehat, s'ke që të përshmo. Francesca, pyetja e fundit. Pyetja e fundit. Një shprehje e urtë thot, një shtëpi pa vajza është si një lëndim pa lule. Si mund të kuptohet kjo? Ja. Si vajza, si djem janë një lloj. Sigurisht vajzat janë më lozonjare, janë më lozonjare. Për shembull, po sikur ti ishe vajza ime, sigurisht do bëje më shumë zhurmë në shtëpi, do bëje më shumë pyetje, djali im nuk bën kaq shumë pyetje. Por prap, edhe me heshtin e tij ai bën pyetje. Nëse do ma bënin këtë pyetje, mua do t'i thoja. Po, mbaruam. Thuaje, Francesca, thuaje. Unë do t'i thoja, tani, si mund të kuptohet kjo? Lulet për lëndinën janë gjallëri, janë ajo që identifikojnë ato. Do të një lëndim pa lule dhe ishte thjesht barë, po dhe barë është i rëndësishëm, nuk po themi që s'ka rëndësi. Po lulet japin atë gjallërin, lumëturin. Dhe përse se kjo është roli që luajnë dhe vajzat në familje. Francesca, e di çfarë ke bërë ti sot? I bie që djem t'jenë gjëmbaqët? Jo, djem t'jam barë cilin e mbështetin gjithmonë atë lule. E çfarë bëra unë sot? E bëra pengun e fluturës edhe më të rëndë, pas kësaj përballje me Francesca. Francesca, kush ishte ajo nën që nuk do donte të kishte një vajzë si ty? Cila është fjala që gjithmonë një vajzë duhet ja thotë nënës? Të do shumë. Dhe cili është komplimenti që nënën duhet ja thotë gjithmonë vajzës së saj? Jam krenar për ty. Ja. Ti më ngjan mua. Ti më ngjan mua, ndërkohë që Fluturacka për djalin e saj, këshillat i ka shumë qarta, shipat. Jo, qëndro, Francesca, qëndro. Të vi erë njeriu ishte këshilla më e mirë që kisha dëgjuar. Ishte kjo përballja që unë doja... Kjo është shprehje timeti, e kam dëgjuar nga fëmijëria. A është nga babai? Është nga babai. Ai thoshte këtij njeriu i vjen era njeri. Që i përmblisë të gjitha, çfarëdo që thoje më shumë e prishje. Francesca, vlen edhe për ty kjo këshill. Po. Shumë. Gjithmonë të vjerë njeriu. Tani, kjo është një përballje e cilën unë nga sot dua ta lançoj sepse nuk e bëm radhën e kaluar. Francesca do të jetë një personazh i përhershëm i kontratës. Do të jetë ballafaqimi që kemi me pafajësinë. Dhe ndonjëherë pafajësia ka argumenta shumë herë më të mira se sa të rriturit nuk po i vëm emër. Dhe Francesca do të qëndroj këtu me mua sepse Flutura duam të hym në një zonë tjetër. Është ajo zona të cilën ti e ke më për zemër, sepse ka të bëjë me të vetmin element me cilin ti nuk negocon kurrë, që është liria. Liri që ty të ka bërë. Më fal. Po. Kam vetëm një shtesë të vogël. Shto, sa të duash? Nëse mundet. Patjetër. Kur fjala për djalin. Unë kam një të them një si të them një pjesë që sa që është e them rrallë, por e them si gjë shumë të çmuar në jetën time. Atë djalë, për të rritjen atë djali më ka ndihmuar një çift, po më përgjithësi një grua, ka që kushtuar, pa cilën sigurisht nuk e kisha mundur dot t'ja jepja asistencën e nevojshme djalit. Unë i detyrohem shumë një grua që quhet Drita Guma, e cila deri në moshën 3 vjeçare është kujdesur për djalin tim, por që tani akoma e kam si nënën time. E bukur.
Rasti të regoni dhe mirë njohës, lezët që janë apë njëtën më të letë. Flule do të kështoj për të. Flutur, po flisja për lirin, se sa e rëndësishme është, thot ajo Virginia Woolf, thot, mund të më vendosni, mund të kyçni të gjithë bibliotekat e botës, mund të më vendosni garde, mund të më vendosni kyç, pranga, rip, po kurrën e kurrës nuk do të mund të prangosni lirinë e mendjes time. Mendja e Fluturaçkës lëviz sa nga familja portokalli, aq në gjuhën kuqezi. Ndjekim këtë tyt për të rikthyer sërish.